Do diskutojmë tani edhe në lidhje me mungesën e kulturës mes shqiptarëve për të siguruar pronën e tyre, marrshkas nga ngjarja e ndodhur vetëm dy ditë më parë në zonën pranë QSUT-s, ku një fasadë e pallatit thuajse u shkrumbua, por njëkohësisht shkaktoi dëme të mëdha, dëme të konsiderueshme edhe në shtëpitë brenda këtij pallati, duke shkaktuar njëkohësisht humbje të konsiderueshme. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Erhal Tysa, ekspert i tregut të sigurimeve. Zoti Tysa, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mëngjes, faleminderit për ftesën. Sikur se thamë, ngjarja pranë QSUT-s riktheu edhe një herë tjetër në vëmendje rëndësinë e sigurimit të banesave. Në rastin konkret, për ta nisur edhe bisedën, do të jetë sërish shtetin, gjithmonë nëse do të ketë vullnetin, që do të paguaj ato dëme. Fasada mund të rregullohet padyshim nga kompania, por shumë dëme janë shkaktuar brenda banesave. Shteti ndërhyn, bën mirë që ndërhyn për të ndihmuar familjarët edhe banorët e asaj zone, por a është normale që në çdo fatkeqësi të radhës të ndërhyjë shteti? Kjo nuk është zgjidhja. Se derisa është në një numër të limituar ndërtesa, shteti mund të ketë fuqi të ndërhyjë, po nëse do rritet numri fatkeqësive gjatë vitit, do jetë në vështirësi. Kjo gjë mund zgjidhet thjesht me sigurimin e këtyre godinave, këtyre apartamenteve. Shuma e sigurimit për momentin është e limituar, por frika tashmë të siguruesit është që a janë këto ndërtesa të sigurta. Pra, ajo që u vure ishte që me sa duket, do të presim edhe çfarë do të thotë prokuroria dhe gjykata, po me sa duket ndërtimi nuk ka qenë një cilësi të mirë ose ka pas mungesa në masat kundër zjarrit ose në materialet e përdorshme ka qenë të djegshme. Pra dhe kompanitë e sigurimit tashmë për një kategori ndërtimesh ose kompanish ndërtuese do bëjnë limite. E qartë. Pra, nëse flasim gjithmonë në aspektin e këndvështrimit, nëse nuk kanë qenë masat sipas standardeve të kërkuara, qoftë nga ligji shqiptar, qoftë në rastet kur një kompani sigurimi merr përsipër të sigurojë banesa në një pallat caktuar. Në raste të tilla, mund detyrohet kompania të rikthejë banesat në gjendjen që ishin për shembull? Po flasim për kompaninë e ndërtimit. Po. Duhet i kthej, po humbja nuk është kthimi vetëm i apartamentit, aty ka humbje më të madhe, ka dhe dëm psikologjik, njerëzve janë dëmtuar, janë lënduar, janë cënuar, kanë humbur sendet personale, pasojat janë të mëdha, nuk është vetëm ndërtesa. Thjesht djegje ndërtesës. Pasojat janë të mëdha sepse dhe banorët që janë te pallati ngjitur po i njëjti kompleks janë në rrezik. Nuk flen rehat, janë të shqetësuar. Kompanitë e sigurimit nuk e di a mund ta bëjnë sigurimet e pronat ngjitur. Kam vënë re që ka pas pak hezitim në fillim. Pasi të gjithë duhet bëjnë sigurimin tashmë, po nëse pa provuar që nga ka ardhur nga që fasada nuk ka qenë e mirë, nuk ka qenë brenda standardeve. Ka disa pikpyetje. Në këtë zonë. Po, gjithsesi ne nuk mund të zgjidhim çdo gjë me sigurim të detyrueshëm. Pra, pas tërmetit u fol që do bësh sigurimi i detyrueshëm i tërmetit, kur kemi pas rrëshqitje, nëse kujtohet disa pallate në Gjirokastër, u fut atëre sigurimi i përgjegjësisë ndërtuesit. Kur u bën përmbytje njësoj ndodhi. U diskutua për sigurimin e përmbytjeve. Pra, ne nuk mund të bëjmë çdo gjë me sigurim të detyrueshëm. Pra, duhet rrisim ndërgjegjësimin, duhet bëjmë që njerëzit të fillojnë ta kuptojnë sa rëndësishme është të sigurojmë kursimet e tyre, të mirat e tyre, pronën e tyre. Zoti Tysa, në momentet kur një qytetar dëshiron të sigurojë banesën e tij nga fatkeqësitë natyrore, jo vetëm nga zjarri, por përmbytjet varet në çfarë kati është, por nga tërmeti, nga zjarret e tjera. Kompania e sigurimit i bën një verifikim të gjitha këtyre masave që mund të jenë si është izolimi nga jashtë, a ka masa antizjarr në ndërtesë, a ka masa në ashensor apo në aspekte të tjera? Bën një inspektim, por jo kaq detajuar, jemi sinqert. Pra, masat kryesore mendohen që janë standarde. Kjo
zjarri i tillë i këtij niveli ose nëse do dalin nesër që ka një përgjegjësi ndërtuesi, kompanisë sigurimit i lindet drejta që një të dëmshpërblej klientin e tij dhe pastaj ti shkoj me regres qytetari mund të jetë ndërtues, mund të jetë kompania që ka furnizuar një produkt që nuk ishte mbaz standardit. Pra mund të shkojë zinxhir çështja. E rëndësishme është që kompania e sigurimit dëmshpërblen qytetarin sepse ai është siguruar te ajo kompani, pastaj vijon punë vetë kompania e sigurimit me kompanitë e tjera për të kërkuar drejtën. Mund të ketë një rast nëse ka shenja evidente që ose prova që mund të pritet një përgjigje nga prokuroria, po në shumicën e rasteve pagesat janë bërë brenda 30 ditëve. Që është një gjë e mirë, kam përshtypjen. Për sigurimin e banesave ka qenë pak më të shpejta, pak më imediate, dhe në rastin e tërmetit, që ishin pa përgatitur, themi të vërtetën, pagesat kanë qenë në një kohë të shpejtë për shumicën e tyre. Vështirësitë kanë qenë te disa lloje ndërtesa që ishin pak më të vështira për të llogaritur dëmshpërblimin ose nuk ishte dakordsi midis palëve. Në këtë drejtim, duke qenë se është një numër i reduktuar policash sigurimi ose thosh klientesh në këtë fushë, kryesisht janë sigurime vullnetare, kompanitë kanë qenë pak më të shpejta. Në base në atë periudhën e tërmetit ishte edhe solidarizimi, ishte edhe një formë gare mes kompanive për të dëmshpërblyer sa më shpejt sepse ishte realisht situata shumë emergjente. Po ajo që u vur re ishte që dhe në statistikat që pa më vonë ishte që nuk u rrit dieshëm numri, kishte 10.000 polica në gjithë tregun më shumë. Numër shumë i ulët, 10.000, 15.000 polica më shumë sigurimi, që ishte numër shumë i ulët për atë fatkeqësi që patëm ne. Numri duhet ishte shumë herë më i lartë, duhet ishte 150.000 më shumë. Me sa duket mungon një kulturë për të siguruar atë që realisht e kemi të shtrenjtë. Ne shohim akoma krem sy të lartë nga qielli ose shohim nga shteti. Janë dy drejtime që i marrin si të mriqëna, që një duhet na ruajnë nga lart edhe dy shteti duhet marrë përsipër barrën financiare për çdo fatkeqësi që ndodh. Nuk jam kundra, shteti duhet ndihmoj, duhet suportoj, duhet të jetë palë me qytetarit, po edhe qytetarët duhet marrin masa. Sigurisht. Ndërkohë, zoti Ysa, pse mendoni se ekziston një kulturë kaq e ulët e sigurimit të pasurisë nga rreziqet? Jemi në rastin konkret tek banesat, por në të njëjtat nivele është edhe siguria e jetës, ajo që është akoma më e shtrenjtë. Sigurimi i jetës është akoma më i ulët. Pra, nëse ne po flasim për sigurimin e banesave, ka një farë numri kryesisht rritet nga sigurimi i kredis. Desha në vizën e një gjë kemi përmendur në bashkë edhe në raste të tjera që sigurimi kredis siguron vetëm pjesën për 90% të bankave, siguron vetëm pjesën e kredis, pra përfitues bankën. Nuk siguron pjesën e fondeve që ka dhënë qytetari për blerjen e apartamentit. Pra, nëse është marrë 100.000 euro kredi, po apartamenti kushton 150.000 euro, sigurimi kredis siguron vetëm 100.000 që është marrë kredi, ose vlerën e mbetur të kredit. Ose vlerën e mbetur të kredit, se ti kam pas raste, kam parë dëme që ka ndodhur dëmi vitet e fundit, dhe ai ka pasur 10.000 euro për të paguar akoma kredi, dhe kur ka bërë policën e sigurimit, thotë unë jam i siguruar, ja ku ka policën, po ka pas vetëm 10.000 euro në mbetur kredi të pashlyer, si thua. Dhe normalisht nuk mbulohet e gjithë banesa. Ndërkohë, edhe mund të jetë faji edhe tek kompanitë e sigurimeve, sepse pat një reagim nga shoqata e siguruesve shqiptar, një reagim në rrjetet sociale, duke vendosur theksin tek ndërgjegjësimi i ulët i qytetarëve shqiptar për të siguruar banesat e tyre apo pronat në përgjithësi. Pra nuk duhet që kompanitë të mbeten deri këtu një publikim në rrjetet sociale për të ndërgjegjësuar. Mos duhet një fushat dhe mbase duhet përfshihen më shumë aktorë se sa vetëm kompanitë e sigurimeve? Patjetër që duhet përfshihen më shumë aktorë, autoriteti duhet të i pari, shoqata gjithashtu,
po edhe kompanit kanë me qindra agent për shitjen e sigurimit të detyrueshëm motorik, me qindra në përrethë, po kur vjen fjala për të pasur agent që çesin sigurimin vullnetar ose sigurimin e zjarrit të apartamenteve, mund të kenë 1 ose 2 në përdek, sidomos në përrethë kanë shumë pak. Ndërkohë, ose as pak. Po. Zoti Ysa, ju e përmendët pak në fjalën tuaj rëndësinë e sigurimit të banesës, por njëkohësisht edhe ngjarjet që ndodhen pas tërmetit vitit 2019. Në atë periudhë, kompanitë e sigurimeve, shteti shqiptar detyroi kompanitë e ndërtimit që të siguronin ndërtesën. Ai ishte vetëm për sigurimin nga tërmeti, pra nuk ishte gjithë përfshirës dhe nëse nuk gaboj ka qenë për një periudhë 10 vjeçare. Është akoma, po nuk ka lidhje me tërmetin. U fol që mund të përmendesh tërmeti, unë kam parë disa drafte ku përmendesh edhe tërmeti, po me një shkallë Richter më të lartë se sa polica të sigurimit që gjejmë aktualisht në treg. Por polica ka vetëm rrëshitje përgjegjësinë e arkitektit, inxhinierit ose ndërtuesit, pra nuk ka si thua zjarre ose tërmet. Nuk përfshihet, nuk flitet për zjarre ose për tërmet. Por çfarë mbulon realisht ai? Qoftë të rrëshkasi pallati që nuk është bërë, ose ndërtesa nuk është bërë mbas standardit të rrëshket, qahet, ka infiltracione, ka dëmtime, është e limituar, është policë shumë e limituar. Gjithsesi, kompanitë e ndërtimit e përpjestonin me hyrje apo me familje dhe e kalonin këtë ngarkesë, këtë kosto tek familjet, në varësi të metrave katror që mund kishin. Pra, familjet që kanë një policë të tillë sigurimi janë thuajse të pambuluar nga tërmeti të paktën. Jo, nga tërmeti nuk janë mbuluar. Dy gjëra do t'i themi në këtë rast, ne kemi 2 sigurime sidomos për apartamentet e reja, që janë sigurimi i përgjegjësisë ndërtuesit dhe sigurimi i kredisë. Të dy këto sigurime në shumicën e rasteve nuk mbulojnë atë që po flasim ne të dy tani, pra sigurimin e zjarrit, sigurimin e tërmetit. I pari mbulon vetëm sigurimin përgjegjësia ndërtuesit, që u bë disa vite tashmë që është në fuqi, mbulon vetëm rrëshitjen kryesisht,